Në një periudhë kur marrëdhëniet e Kosovës me aleatët ndërkombëtar, veçanërisht me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, janë vënë disa herë në provë, them kështu. Unë kam nderin që pritem sot nga ish-kryeministri i Kosovës, zoti Ramush Haradinaj, një figurë që ka qenë vazhdimisht i afërt me ndërkombëtarët, qysh në kohën e luftës, deri te krijimi i ushtrisë, pra me qendrat kryesore vendimmarrëse perëndimore, dhe me një figurë që vazhdimisht prioritetin kryesor e ka antarësimin e Kosovës në NATO. Zoti Haradinaj, faleminderit shumë që na pritet sot. Mirë se vjen, faleminderit. Mirë se u gjej. Po duhet me fillu pyetjen e parë me një frikë, të them kështu, që e kam unë, po besoj që edhe kanë shumë tjerë. A ka pas ndonjë moment ku ju keni dyshuar që realisht perëndimi mund t'ja kthej shpinën Kosovës? Frika ekziston, jo vetëm te kthimi i shpinës, po te mundësit që çdo vakum që krijohet mes Kosovës edhe aleatëve tonë sigurisë, të shfrytëzohet nga armiqtë tonë. Në këtë rast nga Serbia ose nga organizatat proruse që mund të operojnë në rajonin tonë. Edhe është dashur intensivisht me vazhdu me rujt kondicionin edhe komunikimin për çështjet e sigurisë të Kosovës, që mos me leju që ndonjë vakum eventual i krijuar në këto marrëdhënie ose keq kuptim të shfrytëzohet nga armiqtë tonë. Për shembull, unë e kujtoj një moment para 2 vitesh, nëse s'gaboj saktësisht, kur kishim një kritik nga ish-sekretari Blinken, edhe ju urgjent pastaj dolet me një fanellë të NATO-s të veshur në media. A ka qenë ky ndoshta një moment frike, sepse ju shpejt e shpejt keni dashur t'jepni një mesazh, të them kështu që porosit ose qëndrimet, ajo që njihet si diplomaci publike, është tepër e rëndësishme. Edhe ndonjë deklarat që mund ta marrin mediat e huaja, mund të krijon dyshime në krejt sistemin amerikan. Për shembull, nëse eventualisht ka një deklarat, sikur që ndodhi për sekretarin e jashtëm, nga kryeministri, atë gjitha nivelet në kuadër të Ministrisë Jashtme që njihet si Departamenti i Shtetit, mund ta ndryshe thonë nuk ju pëlqen ajo, edhe mund ta shprehin në çështjen e tyre ndaj nesh. Pastaj ajo edhe mund të ndikon edhe te institucionet e sigurisë. Që ato mos me pas ndjenjen se po e ruajnë Kosovën, se Kosova është aleat i tyre, është besnike e tyre. Edhe duhet me vepru në mënyra të ndryshme, si lloj diplomacie publike, qoftë me deklarata, qoftë me gjeste edhe të tilla simbolike, që me ua kujtu plotëve, hej, se nuk është vetëm një zonë. Kosova është vërtet aleate, edhe investimi në sigurinë e Kosovës është një investim i vlefshëm, se jemi aleat, jemi besnik, jemi partner. Ju e keni lidh vazhdimisht sigurinë e Kosovës në një mënyrë të pasgjithshme, të them kështu, me Shtetet e Bashkuara. Gjatë kësaj periudhe ku kemi pas, them, thyerje të her pas hershme, si jeni ndje ju përballë kësaj? Për shembull, ka pas një çështje politike që i kemi thënë jo Amerikës pa dorëza diplomatike. Qysh e keni pa krejt këtë situatë, domethënë, këtë ndoshta zhgënjim që ja kemi shkaktu ne aleatit ton kryesor? Si Kosovë, nuk ka punë që shmuj me kry, në interes tonin, nëse e përgatisim mirë, edhe e sharojmë me aleatët tonë. Se për shembull, ato që ka ndodhur gjatë kësaj qeverie, nuk kanë qenë ma të rrezikshme, ma kundër Serbisë, se sa disa punë që në kry para kësaj qeverie. Për shembull, nëse flasim për krimin e ushtrisë, ligjin për Trepçën dhe statutin e Trepçës, nëse vazhdojmë me pavarësimin energjetik të Kosovës, përfshirë taksën, 100% ndaj produkteve serbe. Pra, ajo që më ka shqetësuar është ideja që me përvetësu merita. Për shembull, qeveria që shkoi, zhvillimet
ose procesin për me forcu rendin dhe ligjin në veri në bazë ligjit Kosovës me drejt, nuk arriti me e kthy në vlerë përbashkët me aleatët tonë, po u bo përjashtuese edhe u bo lakmitare me përfituese me marrë merita zgjedhore. Kështu u kriju një keq kuptim me prezencën ndërkombëtare në Kosovë, me KFOR-in, me ULEKS-in, me diplomacinë, por kjo rezultoi edhe me institucionet e sigurisë në gjitha nivelet, një keq kuptimi ndërsjell. Vërtet kjo është një çështje e rrezikshme, me vazhdu gjatë, pra nuk është në rregull, me vazhdu gjatë, me ndodhë keq kuptime, me ndodhë veprime të pasharuara, të pakoordinuara, sidomos në sferën e sigurisë, kur ka aktorë të sigurisë në terren, asnjëri nga aktorët e sigurisë nuk duhet vepron pa koordinim dhe i vetëm, sepse rrezikojnë njëri tjetrin, apo edhe krijojnë situata që nuk sqarohen mirë edhe që mund me pas pasoja. Siç e thash në fillim, ju keni pas vazhdimisht raporte shumë të afërta. Kisha dashur me ditë, a ka një zyrtar të lartë ndërkombëtar që është drejtu juve jo në cilësinë e një politikane, po në cilësinë e një miku dhe ju ka thënë një të vërtet jo shumë të mirë për Kosovën. Ndoshta diçka që jo ka thënë edhe në mënyrë të besueshme, po shikoj se këtu jeni gabim ose diçka të ngjashme. Ju e dini, unë isha në Amerikë në fillim të vitit, në fillim të mandatit të presidentit Trump, edhe zhvillova atje takime në nivelet ndryshme. Shqetësimet janë të vazhdueshme, kanë qenë realisht të vazhdueshme, edhe në Departamentin e Shtetit, edhe në Pentagon, edhe në nivel të shtëpisë bardhë, për çështjen e qeverisë tonë, për një çështje që nuk është në nivel të marrëdhënieve dypalëse. Për fat keq, kjo rezultoi në fund edhe me ndërprerje dialogu strategjik, një arritur me vështirësi e Kosovës, po kem pas edhe pasoja tjera të mëhershme, kur u anulue stërvitja, defender dhe certifikimi një regjimenti të ushtrisë Kosovës, të rezultoi me voneshat pastaj në blerje. Tani e di se do thotë unë i gëzona faktit që ne sigurojmë teknik ose armatim, po shumica e kësaj teknike po vjen prej dorës dytë apo të tretë, po jo nga kontrata burimore Kosovë-Amerikë, që ka qenë bilaterale e që ka qenë dakordume kur është kriju ushtria, edhe procesi i sigurimit të teknikës ushtarake të anëve, deri te një flotë ajrore për Kosovën, që ka pas mu përmbyll tani, për shembull vitin që shkoi, ka pas me u përmbyll. Më vjen keq që këto marrëdhënie pra kanë shkaktuar pasojë edhe në dinamikat e aftësimit të Kosovës në mbrojtjen e vet. Me që jemi të mbrojtja, e dim edhe një deklaratë i kryeministrit Isa Mustafa që tha që mua dhe tha që në Amerikanët nuk na lanë, por Ramushi ja doli. Po du me të pyet, si ja dolet ju ta merrnit besimin që të krijoni ushtrinë pa ndryshime kushtetuese? Unë gjatë kohës sa nuk jam në detyrë, pa ishte një kohë që isha opozitar. Unë isha opozitar nga viti 2005 kur kam shku në Hagë, deri në 2017, kur kam marrë detyrën e qeverisë, e kryetarit, i kam përcjell temat në vazhdimsi, edhe kam ditë që një ndër temat, 2 tema kanë qenë më të vështira, përfshi edhe këta të pavarësimit energjetik, po 2 më të vështirat kanë qenë Trepça edhe ushtria. Pra i kam ditë që janë këto 2 tema, edhe unë edhe pa ardhur në zyrët kryetarit qeverisë, në marrëdhëniet e mia me aleatët tonë, të sigurisë, dhe me aleatët e sigurisë, veçanërisht flas me institucionet e Amerikës, ato të sigurisë, politikës jashtme të inteligjencës, gjithkohën e kam avancu këtë çështje. Pra nuk është se vetëm kur erdha në detyrë e kam kry, po e kisha avancu, e kisha trajtu, e kisha diskutu. Do me thonë, është kriju një besim të individi. Ishte një proces i fillu ma herët, po kur erdha në detyrën e qeverisë, mu isha me folat në emër të qeverisë Kosovës, edhe për fat mirë kjo rezultoi me dakordimin e tyre që ne pra me vepru ashtu si veprum, mos me unvar nga vota e kualifikuar 2/3 të pakicës serbe, mos me pas nevojë me ndryshe kushtetutën e vendit,
por me vepru ashtu si vepru me ligjën Parlamentin e Kosovës, çka është edhe interesant ta sqarojmë se në ligjet për ushtrinë nuk ka kufizime ushtria jonë, as territoriale, i ka krejt detyrat që i ka çdo ushtri e botës për vendin e vet, e çdo vendit botës. Është një proces kjo, është një proces i gjatë i besimit ndërsjellë, buron që nga periudat e luftës, e përgatitjes së luftës, bërjes së luftës, pastaj procese tjera, po fatmirësisht u kry me sukses, edhe Trepça, edhe ushtria u kry edhe pa pasoja. Atë e them vazhdimisht, unë nuk kam luftu për meritat, kam luftu që punë të ndodhin, efektet t'i merë Kosova, ndërsa meritat t'i ndajmë gjithë bashkë. Edhe ne, edhe me ushtri edhe me Trepçe, nuk e marrë sanksione, e kem kry ushtrinë, e kem kry Trepçen, e kem kry pavarësimin energjetik dhe s'kem marrë sanksione, as dënime. Ajo që na ndodhi më vonë është për ato që u kryen në veri që janë pashtu në bazë ligjeve të Kosovës, po që janë pak më të vogla se sa ushtria e Trepça. Edhe me marrë sanksione. Me marrë dënime, sanksione, kjo është e pafalshme. Tash, nëse e kujtojmë pra kohën e krijimit të ushtrisë dhe të e marrë parasysh gjendjen që është sot, a mendoni se ka qenë më afër Kosova drejt NATO-s atëherë apo është tash? Unë e shoh kështu, tani nuk je mirë, nëse nuk vjen një qeveri që i besojnë, nëse nuk kem institucione që din me kry punën e antarësimit NATO, nuk jemi mirë, tani është e vërtet kjo. Mirë po une menoj se mu e krye antarësimin NATO, edhe për mos me hy në elaborimet tepërta, ose detaje, une nuk e shoh më të vështirë procesin e antarësimit NATO, se sa procesin e bërjes së ushtrisë. Po të e marë parasysh që Kosova nuk është asë në Këshillin e Evropës, a ka ndaj shteg të shkurtë të shpejt për Kosovën në NATO që ju e shene, apo është më shumë thirrje strategjike për orientim? Jo, tani, ndryshe thonë, ka ndodhur veprime, edhe ka shembuj që mundet mu vepru direkt, ose ndryshe thonë lidhje shkurt, mos me ra rrotull kësaj pune. Unë besoj që muj me marë dakordimin e Ministrisë Luftës, Departamentit Luftës, se tani në Amerikë, Departamentin Mbrojtjes quhet Departamenti Luftës, unë mendoj që muj me marë ftesën formale prej tyre, e pastaj aspektet tjera janë të zbatueshme, kur e ki punë politike, ose punë e Departamentit Luftës të Amerikës. Pra të gjitha të tjerat, janë detyra shtëpisë që ato zbatohen, po fillimisht vyn një bekim quhet ai, blessing i thonë ata, ose një miratim, ose ftesa që me hyn në NATO, prej aty pastaj punë tjera në një farë mënyrë lehtësohen, nuk janë më aq vështira. Në rast se Kosova nuk hyn shpejt në NATO, cilat kishin me qenë pasojat? Cili është rreziku real që mund t'i vi Kosovës nëse nuk vepron me hapat shpejt drejt antarësimit? Po Kosova zguxon kurrësi me ndihmue në asnjë mënyrë destabilizimin. Pra nuk duhet me lakmu ne në ndonjë veprim që mund na atribuohet si veprim që po krijojmë konflikt ose krizë ose diçka më shumë, në asnjë variant. Nuk është në rregull Kosova me e bë këtë. Dhe njëkohësisht duhet me ikë provokimeve, po flas, në mënyrë që të mos përfshihemi në ndonjë krizë a konflikt, sepse nuk ftohen vendet që kanë krizë ose konflikt as në BE, as në NATO. Keni rastin e Ukrainës, me qenë se është luftë, a tani s'mundet më kualifiku. Ekziston rreziku që njerëz pa i kuptu këto rreziqe, nxiten për suksese ditore, ose për merita ditore, ose populiste zgjedhore, edhe mujnë me eskalu situatën, nuk duhet, nuk është interesi i Kosovës, por kjo është e para, është me rëndësi Kosova, derisa nuk e merr ftesën për NATO, me u rujt, mos me u përfshi në asnjë lloj veprimi që na atribuohet fajësia për destabilizim, për krizë, për konflikt, ka do qoftë. Ndërsa nëse shym NATO, ma gjatë, varet prej institucionet Kosovës. Nëse janë institucione serioze, e kanë besimin e alat dhe s'ka vakum,
do të pritojnë me na rrezikue. Po do të pritojnë me na ngusht, ndryshe thonë, ose me na sulmu. Nëse kemi misione që janë jo aq kredibile, jo të besueshme, edhe që nuk janë qarta në strategjinë e tyre, për antarësim, kur do që të ndodhë, atëherë ekziston rreziku me na ngusht, pra me shfrytëzue vakumin. Është një situatë e këtillë, pra ne mbrohemi nga NATO, sikur se e di, edhe jemi shumë falenderues prezencës së NATO-s në Kosovë, KFOR-it, po ashtu ne aftësojmë ushtrinë tonë në vazhdimsi edhe misionet tona, që i falenderoj të gjitha ata që shërbejnë në misionet e sigurisë, edhe AKI-n, edhe doganat, që në misioni sigurisë edhe doganat, po edhe zjarfiksit, edhe emergjencat tona, falenderoj edhe sistemin shëndetësor, se sistemi shëndetësor shumë i vlefshëm në raste zhvillimeve të caktuara. Kuptohet, çdo logjistikë ka vleftën e vet. Mirë po, ajo që e shoh unë është se Serbia, përpos në aspektin ekonomik e tregtar, që është e hapur, edhe ndaj Rusisë, ndaj Kinës, Serbia edhe në planin e sigurisë, është e hapur për partneritete, për bashkëpunime me Rusinë, ose me Kinën, që kjo çdo herë paraqet rrezik. Pra nuk është diçka që duhet me anashkalue askush, do të zhdukeshin rreziqet për ne, sikurse Serbia nuk do ta kishte ofertë të hapur çështjen e sigurisë, po do ta kishte ashtu si e kemi ne. Ne kemi ofertë çështjen e sigurisë vetëm për Amerikën dhe NATO-n, BE-n. Serbia nuk e ka kështu. Pra kufirin mes Kosovës dhe Serbisë nuk është vetëm kufiri mes dy shteteve, po është edhe dy koncepteve të sigurisë. Kjo është arsyeja pse ndoshta ne mund të përfitojmë në ato lidhjet e shkurtra të antarësimit NATO nëse jemi vizionar. Tash tu i pa që thash disa thyrje që i kemi pasur kohëve të fundit. Çfarë këshille ndoshta kishit pas për Albin Kurtin, ose cilat mendon se janë gabimet konkrete që i ka bën në raport me ndërkombëtarët? Domethënë çka duhet me bën një politikan i një vendi të vogël siç është Kosova për me arrit me marr besimin e një superfuqie siç është Amerika? Është vështirë sot ndryshe thonë me mashtru dikon. Nuk mundesh me mashtruhe. A mundesh me bo diplomaci me një kokëforci? Jo, është problemi tjetërkun. Është zor me bo politik me alatet e sigurisë. Nuk mundesh me bo politik me ta. Marrëdhëniet e sigurisë nuk janë shumë politik. Nuk janë si marrëdhëniet e fushatave që i bën dikush, ose nuk janë marrëdhëniet e PR-it, atë populizmit. Marrëdhëniet e sigurisë janë të sakta. Në këto marrëdhënie secilit duhet me qenë i përgjithshëm dhe i disiplinuar. Pra nuk janë marrëdhëniet e sigurisë sikur lojrat olimpike mesdhetare, ose sikur s'po di kampionati botëror ose Eurovision. A janë trajtuar në një formë tillë? Jo, nuk e kanë kuptuar qeveria e Kosovës, ka qeveri që është e shkume, nuk i kanë kuptuar këto marrëdhënie sigurisë si duhet, edhe kanë krijuar ndryshe thonë mosbesim. Pra është zarë dikush me i besue Kosovës me këtë qeveri, për çfarë të obligimit ndërsjell, sepse këta gjitha ato obligime që janë shumë ndihshme, i kanë përkthy, ose i kanë rreziku për pak merita, ose për pak vota, për pak populizëm. Nuk punohesun në sferën e sigurisë, pra është ndryshe siguria, këta e kanë trajtuar sigurinë si produkt realisht për të rritë vota, që është rrezik, se këta mund të bënë dikush që është fuqi globale, po nuk mund të bënë dikush që hala ka ndihmë. Tash mos e harrojmë faktin se në 430 kilometra kufi me Serbinë, 400 ruhen prej Amerikës. Pra mos e harrojmë, vetëm 35 kilometra ruhen prej partnerëve tjerë në KFOR, po 400 kilometra përgjithësinë e mban Amerika. Kjo është një për arsye pse ne flejmë sigurt në shtëpitë tona, se rreziku me nguc këtë brez kufitar nga Nepal është rrezik më i madh se sa me na nguc nëse do të ishim ne vetëm. Dhe ne do ta mbrojtsim kufirin tonë, tokën tonë, sovranitetin, kushtetutin, por kjo është e vërteta. Pra ne duhet bëjmë kujdes shumë. Tash pas kësaj që e thatë se po më kujtohet është kriju një klim të na që e shohim edhe në rrjetet sociale, po ka edhe breza ndryshëm që janë a me vetë tash në Amerikën edhe kur të pim ujë a.
Do më thonë... Shqyqeni, kjo është shkurt pamëshi, që dikush ndoshta e ka sjellë këtë shkurt pamëshi. Amerika, po e mojmë shembull, na ka sjellë ujin. E qyshtash që po ju tregoj. Ne na kanë përzonë gjysmën e popullit për këto. Dhe na s'kem ujtë me pi ujtë e Kosovës, mos t'ishte Amerika. Që dini ne, pa ku gjëndorë, që janë dargu toplicat, 700 shave në banime, prej Serbije, edhe mo nuk shkoj me pi atuj, kanë betë në Serbi, ne kemi qenë zhvendosën prej Kosovë, të fshehur në skuta, si popull po flash, në për bodrume, në për ato, s'kem ujtë me dalë në rrugë të kështetë, dhe ashtë me ble e buk, e qumsht. Amerika na kthej, të ujtë, të ajri, të jeta. Pse të mendon ti që nëse konsultohesh me Amerikën je humës? Po, unë e pajtoj me ta që na është du të me pitë rushin, a me pi uja jo, po të lutem bashkëpunimi me Amerikën bjen ma shumë ujë, me pi ma të pastër, me pasur për krejt qytetarët edhe me i bo kanalizimet që kemë bo në Kosovë, që po endotim Kosovën me ujrat e zheza, me pas energji, mos me ble për i trektarëve, Amerika të ndihmon, me prodhu energji në Kosovë, me gaz, me çmim të Kosovës e jo të trektarëve. Amerika ishte interesuar në ndihmu me bo një central me qymër, kur plot tjerë na leshin, me prodhu na energji, me shit energji, me këthy pare, e jo me ble 2-3 herë energjin, se për shembull qeveria jep pare të buxhetit me ble energjin, pastaj i rritë edhe çmimet, që na i kanë rrit, edhe jo shihni ku jam, fa janë këto situata reale, pra nuk ka të bëj kjo me servilizëm, as me pazotësi. Në fakt, në çdo aspekt tjetës, nëse e merr një biznes privat, ka qef me konë, për shembull, partner me një kompani globale. Nëse e merr një bankë, nëse e merr një sportist, ka qef me taku një kampion olimpik. Nëse e merr një këngëtar, që është lokal, një hip-hop, rock, ka diçka, a i ka qef me dalë foto me Rita Ora, nëse me që ndodhi edhe projekti përbashkët i ndihmoj me Rita Ora, është arritur ajo. Ose kër Rita Ora në Prishtinë, edhe me Armend Recepagi, që më bani një prezentim përbashkët, ajo diçka e mirë, duhet me pa dhe marrëdhënien tonë me Amerikën. Amerika është një brand, pra brand në këtë botën, nëse ti ki marrëdhënie të privilegjuar me atë brand, edhe të tjerë trajtojnë në mënyrë më të privilegjuar, përfshi BE-ja, Turqia, vende të tjera, dojnë më shumë. Po besoj që ishte një mesazh i qartë për gjithë ata që kanë dyshime për raportet tona me Amerikën. Kam dëgjuar shumë, kemi dëgjuar në fakt për rrethit ngushtë që ju jeni pritur në Pentagon në një mënyrë të jashtëzakonshme, ndoshta pa disa kontrolle primare, pa protokoll ose shumë i nderuar në fakt. Si ja keni dalë ta merrni gjithatë besim në një qendër të tillë? Kur kam qenë kryetar qeverie, është ngjarje historike, po mbetet në historinë e shqiptarëve, që kryeministri i Kosovës e shprit në Pentagon, edhe sekretari i mbrojtjes ka dalë, ka prit në barë jashtë krejt Pentagonit, përfosh ja ka beku ligjet për ushtrinë, e ka përcjell duke ja mbajtur çadrën deri te makina e tij, ambasadës tonë atje. Kjo është ngjarje e vërtetë që kryeministër. Mirë po, unë kam hyrë në Pentagon, edhe pa qenë kryeministër, dikur kam qenë se në Amerikë një herë kryeministër, edhe kryeministër më thirrin gjithkohën, kam hyrë në Pentagon çdo herë me status privilegjuar që as ata që punojnë aty se kanë. Pra kur Ramush Haradinaj s'ka kaluar çfarë do skaneri, që kanë jap një ID, aty me dhonë ti një ID me marrë atë. A rrjedh kjo prej kohës të luftës apo? Po, gjithsesi, prej asaj periudhe, njohja është ata e quajnë clearance. Pra, ma kanë dhënë ata, si me thonë, verifikimin e më të lartë të sigurisë. Edhe unë hyj aty, gjithë ata që punojnë aty, çfarë do grade që kanë, kur shkojnë në vend punës, ata e japin ID-n, e marrin ID-n e asaj dite ose ID-n e objektit edhe hynë mend. Unë kalej në për të pitku, që edhe tash vonë kur ishim, isha me 2 kolegë që e panë atë realitet, mu marrin para objektit, dalim me mprit, ecim drejt në vendin ku shkojmë, edhe ndori kemi dhuratat tona të Kosovës, po kjo është edhe në Departament Shtetit, kështu.
Po ka diçka, Do më thonë, i keni dyert e hapura kudo. ka diçka që është interesant. Kur kam qenë në një summit Berlinit në Londër, ka pas shumë kryeministra të Evropës aty, jo vetëm të Ballkanit. Edhe atë në atë kohë, kryeministra Theresa May më thoi mund takim. Ka qenë kryeministre me Mbretërisë Bashkuar. E unë shkova në takim, u kry takimi, u ktheva në atë pjesën ku ishim gjithë bashkë. E po më pyshin mu këta kryeministët e rajonit që ka mundësi, tha, ty të preten në Down 10. Down 10 ish dera 10, Dera 10, po. që po i pritëshin vetëm burgshtetasit shumë privilegjuar. Në shteteve shumë me pjesë, shumë maja, shumë të rëndësishme. Unë nuk e disha shumë këtë pjesë. Unë pëthom të unë e kesh takim, tha po, ti ke hy, tha, në Down 10, Që është e madhe, diqka. po, që ishte një hyrje privilegjuar, kush po hyket e kryeministi në Down 10, ashtu po i thëshin asaj derës, që ka ndryshe me hy në protokollet tjera. Pra, ka ndohë këto në atë kohë, po me siguri, kjo ka qenë edhe me respektu Kosovën, jo veç mu në atë rast, me respektu Kosovën, marrëdhëniet tona, po ka ndohë realisht. Kryeministra tjetra jonë, më kanë pyet mu që shjabonët i kamërinë dhe këto lidhje, me të vërtit. E unë më dhisha që njerë, shka dalimi, atë nuk e kisha fort qartë, pse për ju pengojnë atyne, ose çka ndodhi. E tha ti ke hyta ndonë ten. Okej, atëre e kuptova që ishte një privilegj që mi shbo, me hynë ndonë ten, si kryeministër i një vendit vogël, alisht ku po hyshin vetëm shefat e majtë shteteve. Një mesazh ndoshta për votuesit, sidomos për brezat e rinj që ndoshta edhe nuk e kanë shumë idenë që Kosova dikur ka qenë edhe afër zhdukjes si ide shtetërore. Tani unë s'kam dëshirë me ngarkue. Ndoshta veç me ja u rikujtu pak sa. Po du me tregu diçka që sukseset mbërrihen ku ne dojmë. Unë menoj me jashil disa suksese e Kosovës. Pra, ne sa po falem për 3 suksese. Për shembull, pavarësimi energjetik nga Serbia, Trepça, ushtria, që kanë qenë një lloj projekti shumë i vështirë, ndoshta edhe imagjinar, jo çek me drejt kryeministit Mustafa, që ka shpjeguar ashtu, vërtet ai foli si burgshtetas, që thani të vërtet për vendin e tij. Në këtë rast edhe për një ish-kryeminist, ai ka qenë kryeministër, edhe unë e kërkoj votën e qytetarëve të Kosovës, jo unë me marrë një punë, ose unë me mbet matutje në politikë, po me ja kry disa punë në Kosovës, që janë bukurzor me i kry, e që unë muj me ja kry. Një ndërto është mbyllja e çështjes sigurisë me antarësim NATO, kthimi i zhvillimit ekonomik, edhe ka diçka, unë i thëmë trive tonë, na nuk do të mu bo të tjerë. Nuk bën mu tjetërsu. Për shembull, Amerika ka nevojë për mu si shqiptar, si Kosovë, si kosovar, me qenë beshnik i tyre. Nuk kërkojnë ata na mu tjetërsu. Pra mos harroni, duke qenë mik me Amerikën, nuk në kupton që si e ti, që si e vetja, që si ti vlera tua, traditën tonë, gjuhën, kulturën, fetë, ato janë të respektueshme, pra ne nuk humbim ku gjohë nga Ionja në një marrëdhënie privilegjume me Amerikën. Përkundrazi, vlerat tona vetëm rriten, duke pas marrëdhënie privilegjume me Amerikën. A e ka luksin Kosova me pëlqy ose mos me pëlqy një administratë caktuar amerikane? Se tash e dim që është u theqet nga Donald Trump me politika jo dhe shumë konvencionale, që edhe përmend sa herë që e kanë dalë një luftë në Kosovë. Unë kam një ndjenë ndryshe, për shembull, unë s'muj pa e thonë që ushtrinë, Trepçën, dhe pamarrësimin energjetik i kemi kryer në kohën e Trumpni. Pra mos e harroni, ne duhet vetëm me ndjek bilateralen. Amerika e vendos kush qeveris, Amerikanë. Edhe ata janë demokraci e vjetër, ata e vendosin. Ne vetëm duhet me këqyrë marrëdhëniet tona bilaterale, cila tema i kemi, edhe me i kry. Po ju thomë kështu, presidenti Trump edhe kjo administratë kryen punë. Pra mos e harroni, janë vërtet veprus. Kjo mund me qenë avantazh tonin. Pra,
nëse demokratët kanë pas disa përparësi tjera, ne du me këshyrë cilat përparësi i kanë republikanët, në këtë rast presidenti Trump, administrata ti, edhe me njëherë me i kry punë tona. Pra, ato që i kem punë me i kryje. Unë besoj që muj me i kry këto punë, pra antarësimin në NATO, përmbylljen e çështjeve të hapura në rajon, rikthimin e zhvillimit ekonomik edhe forcimin e vetvetes, identitetit tonë, mu kthy edhe një brand, kur e thon brand më të vërtet besojnë te, se Kosova mund me qenë një shembull, një historie që me lakmu të gjithë. Zote Haradinaj, unë po të falenderoj shumë për kohën. Besoj që e kemi, po e dhem një mesazh shumë të mirë për gjithë dhe për raportet edhe për rëndësinë që kanë Shtetet e Bashkuara dhe aleatet e tjerë për zhvillimin e Kosovës. Nuk du me tash me ta zgjati intervistën, me jam kujtue gjithve që në 24 mars 99, kur kanë fillu bombardimet, populli i fshehur në për male, në për ato, disa pa ushqime, pa medikamente, pa higjen, kanë dalë, kanë rreziku, kanë dalë, kështu, janë zbulu, e thëshin paska Zot. Pra se disa për tyre këshin humë shpresën që do ta s'ka me mytë Miloševiqi, pra ta pritëshin veç e nishin që u bo një masakra atje, ata dikun me grykave, na s'mujshim me imbrojt, mjaftushëm, mu që këja, e bëjshim përpjekje, po s'mujshim, edhe kur filluan bombardimet, kanë dalë me gra, me fmi, disa gjatë, pa lam, pa ushqym, pa me veshmbathje jo adekuate në atë kohë, pa medikamente, kur i ke pa disa e frekshme me i pa njerës të ashtu, si kanë kalu ato, edhe ne kem qenë në ato kushte, po me që ato ushtare, luftare, po tash aty ka pas më shumë, ka pas mi, zoja, edhe i kem pa të këqyrë qedhe në të thonë paska Zot edhe për ne, Zoti janë, është Amerika. Tharë, unë e kam përjetu këta, edhe i kam pa shumë popull të e thonë ta, edhe një farënyrë në vret Zoti, nëse s'dim që është kështu, që ka ndohë kështu, pra mos kishin Amerika, nuk ishin shumë gjallë edhe që ishim këthyn këtë vend. Edhe unë personalisht e besoj shumë këtë gjë dhe besoj që duhet ta besojmë gjithë. Faleminderit shumë, ne shihemi në episodin tjetër, gjithë mirat.